të përmbledhura në këtë klip, të cilën unë dua ta diskutoj me opinionistët tanë, duke filluar me Ermalin, që i njeh vajzat prej... Më falë, se nuk të dëgjova. Ju lutem duar të Sorry, nuk dëgjova. Dua ta nis me ty komentin, sepse ti edhe i njeh vajzat prej 2 dekadash, bestoj tani më. Ose 3. Ose 3. Si i ke parë këto ditë në ferm, në raport me njëra tjetrën? Duket qartë që po ndajnë ato zonat, edhe nuk po dalin hapur, por duket sikur po ruajnë pozicionet e tyre dhe po sillen mirë. Po, është e qartë që ka diçka mes tyre, domethënë që për kortezi ose për televizionin nuk po e thonë. E shikon që ka diçka që nuk shkon mes tyre. Po. A është, si sta Jonida, thjesht mund të jesh me një koleg dhe të shkosh mirë, po ndoshta nuk je mik dot? Edhe kjo është, por duket që diçka ka ndodhur atje jashtë. Dhe po je pasoja. Kështu të duket ty? Kështu duket. Angel? Shiko, në fushën që ato kanë zgjedhur dhe në kohën që ato e kanë nisur, kanë qenë të dyja paralel me njëra tjetrën, dikush në atë mënyrën e saj, tjetra në mënyrën e vet. Rivaliteti që ato kanë patur ndër vite, tani të mos bëjmë sikur nuk e kuptojmë që ti ndoshta dihet diçka më shumë se unë dhe se the, po nejse. Ideja është që rivaliteti që ato kanë patur ndër vite, qoftë në pjesëmarrjet e tyre në për kompeticione muzikore, të bën ndoshta të mbesin disa grimca, hatër, ose ndoshta edhe kjo që thotë Jonida, që nuk të bën klik, nuk ke një lidhje emocionale me një koleg, se jo domosdoshmërisht ne duhet kemi të gjithë lidhje me njëri tjetrin, vetëm se punojmë në të njëjtën fushë. Por fakti që ato janë 2 emra të mëdha dhe gjenden të dyja brenda të njëjtit edicion, të njëjtit format, i bën që ai rivaliteti që kanë patur ndër vite dhe në për kompeticione të tjera, të ndjehet në ajër. Dhe sigurisht që ato duke parë një tjetër rivale nuk do bëhen motra aty brenda. Nuk besoj që... Nuk do kemi një aleancë Jonida Soni ndonjëherë. Shikoj, duke i ditur potencialin që kanë të dyja, nuk mendoj që e kanë luksin të bëhen motra, sado që ne do donim ta shihnim këto, po nga njëra anë më mirë që nuk po e bëjnë këtë gjën falso që duhemi ua zemra sa mirë sa bukur. Po do dalin, unë besoj që do dalin, do vi një moment që i njoh që të dyja dhe nuk do rezistojnë për shumë kohë të fshehura. Unë doja ta thoja pak që prajmin e kaluar, që natën e hapjes, më duk pak ajo përzgjedhja e Jonidës, domethënë për dhomën, edhe ne diskutuam pak mbasi mbaroi që caktoi një farë territorit vetin. Domethënë zgjodhi se kush janë njerëzit që ajo do ketë më shumë kontakt ose më shumë energji, dhe Soni nuk ishte një ndër to, që qartazi kuptojmë që nuk janë të afërta. Po nuk besoj që ka qenë i afërt, nuk e di ka Jonida në dhomë, Indri apo Fairfax. Po ndoshta ata janë dukur lojtar ose personazhe që ajo e ka ndjerë që mund të shkojë më shumë muhabeti dhe ndoshta tani duke bërë një lloj analize, mund të bëjnë disi dhe ndonjë luftë të saj në Rogoz. A ka ndarë kjo zgjedhja Jonidës e dhomave, ka ndarë shtëpinë në 2 kampe apo jo Armina, si e shikon ti? Mendoj që absolutisht që janë ndarë në 2 kampe, është normale. Nuk mendoj që ka ndodhur diçka konkrete, që vajzat kanë një përplasje konkrete mes tyre, mendoj që janë gjëra që me kohën krijojnë distanca, nuk mendoj as që është rivaliteti, me thënë të drejtën, janë distanca që duke patur një koleg, qoftë edhe në punë, apo edhe në jetën tonë të përditshme një mikesh, krijohen avash avash, dhe nëse i hyn dhe i analizon, do jetë ndoshta e pamundur dhe nuk do bëjë kurrë me detajet vogla. Nuk mendoj që kanë rivalitet ose armiqësi në atë lloj sensi, por patjetër që janë vënë ato distanca dhe caqet brenda për brenda lojës, ku duket qartë që janë ndarë në 2 grupe. Pastaj mbetet me kohën të shohim se si do vijojë. Akil Sara diskutuam ne, protagonistët e këtyre 3 ditëve që kanë dalë në sipërfaqe të debateve, diskutimeve janë gjithandej kudo, dhe Soni Jonida. Në fakt, protagonistët e vërtet, cilët janë? Akil Sara apo Soni Jonida? Shiko, unë e thash, ndoshta pak në underground, në tokë, po bëhen këto përplasjet jo të drejt për drejta, ashtu sikur se ishte situata që Soni i thot Sarës, unë të drejtova ty, jo dikujt tjetër, por ndërkohë Sara e ka ndjerë që mënyra si është drejtuar nuk ka qenë lidhje me Sarën, por në lidhje me Jonidën, dhe pastaj Soni që tha unë jam e drejt për drejt, mund t'ja thoja dhe vetë asaj, pra ata brenda, ndoshta më mirë se sa ne këtu jashtë,
e ndjejnë atë tensionin që këto dy pole në një farë mënyrë largohen nga njëri tjetri dhe ndoshta do zgjedhin avash se ku të përfaqësohen. Jo domosdoshmërisht Akili dhe Sara do bëjnë luftrat e Sonit dhe Jonidën, por le të themi që ka peshë edhe kjo. Po tregon shumë të zgjuara Jonida me Sonin dhe këta që po e shpenzojnë gjithë karburantin që në fillim, pra Akili dhe Sara, po bën një gabim taktik, sepse donë të futesh në këtë lloj intensiteti që ditën e tretë nuk është shumë e zgjuar. Se nuk e ke gjithë kohën e botës. Ti je profesionistja në këtë punë. Unë Arbana me thënë drejtën mendoj një gjë tjetër. Nuk e ke gjithë kohën e botës në dispozicion. Pas reality që ka ndodhur dhe kanë marrë famë shumë njerëzit kur në momentin që janë përplasur, mendoj që Sara dhe Akili kanë hyrë me idenë e qartë që duhet krijojnë konflikt. E kanë strategji, mendoj. E kanë strategji dhe prandaj ja thash që nuk është domosdoshmërisht kjo mënyra për të qenë vëmendje apo për të fituar pëlqimin e publikut. Nuk është domosdoshmërisht kjo. Dhe ja thash këtë gjë sepse e kam kuptuar që po e kërkojnë konfliktin dhe atëherë kur nuk është i nevojshëm. Po sepse është kjo që Soni dhe Jonida kanë emrin i cili i jep atë luksin që ato ditët e para të mos jenë në front të parë, ndërsa dikush tjetër që nuk e ka emrin e tyre, do të evidentohet më shumë. Do të evidentohet, do të gjej formën në një mënyrë ose një tjetër, sepse ata vetë janë koshient që disa janë emra më të mëdhenj, pavarësisht se ne sigurisht i shohim të gjithë me të njëjtën lupë, por ata brenda e dinë që dikush e ka emrin shumë të madh, ka shumë për të humbur dhe nuk do dali menjëherë në rresht të parë për plasjeje. Paktën unë kështu e shoh, kështu e mendoj. Shkojmë ju lutem lidhemi me fermën.